Përshëndetje të dashur miq, sot doja të ndaja dy teknika shumë të shkurtra nga CBT me ju. Ndoshta njërin e kam prekur, po do doja që ta shikonim në një këndvështrim tjetër. Quhet regjistrimi i mendimeve, pra le të themi nëse shefi juaj i punës ju merr në telefon dhe ju thotë që nesër do kemi një takim pune dhe ju jeni shumë në angë dhe shumë keq sepse mendoni që ndoshta për shkak të performancës tuaj të punës ata mund t'ju reduktojnë ose mund t'ju reduktojnë pagën ose edhe mund t'ju heqin nga puna dhe ju jeni shumë në angë. Kjo teknikë është shumë e mirë, ky ushtrim është shumë i mirë, sepse fillon me identifikimin e mendimeve automatike që ju vinë në mendje në ato momente dhe më pas emocionet dhe sjelljet që lidhen me ato mendime. Çelësi i suksesit të kësaj teknike është që ju të fokusoni tek evidenca dhe faktet konkrete dhe të shihni nëse ato janë të vërteta apo jo. Pra mund t'i bëni vetes një pyetje si për shembull, po bazoj mendimet, emocionet dhe sjelljet e mia në fakte dhe evidenca konkrete apo thjesht në ndjenjat e mia. Duhet të bazoni emocionet, mendimet dhe sjelljet në fakte konkrete dhe jo në emocione. Dhe teknika e dytë është aktivizimi sjellor, edhe pse është përdorur më shumë për depresionin, është parë që është shumë efektive edhe për ankthin. Pra bazohet tek filozofia e ndryshimit të sjelljes për të ndryshuar emocionet. Mund të bëhet shumë thjesht duke bërë çdo gjë që ju bën të ndiheni mirë, për shembull duke dalë në natyrë, duke folur me një mik, duke lexuar një libër, duke bërë çdo gjë që ju bën të ndiheni mirë dhe të relaksuar. Shpresoj shumë që këto dy teknika shumë të thjeshta të CBT-s do t'ju japin ju mundësinë që të ndiheni më mirë nëse jeni duke u përballur me ankthin. Mos harroni të suportoni, të mbështesni punën time, komentoni dhe pëlqeni në kanalet e mia. Faleminderit dhe shihemi së shpejti. Mirupafshim.